Është pjesë e ngarkuar me kolon gjatë, po qenë ka kolona disa kilometra, kështu që mundonim ju shmang kësaj pjese. Pastaj e ngarkuar është edhe pjesa e valizë në drejtim të Veternikut, kolon shumë e gjatë për ata që po vinë në drejtim të Prishtinës nga Çaklavica tek rrethi Çaklavicës, deri tek rrethi Çaklavicës, edhe kjo është pjesë shumë e ngarkuar me kolon. Pjesë tjera të ngarkuara, rruga Tirana nga bulevardi Bill Clinton tutje deri tek rrethi brapa stadiumit, rruga UÇK me kolon për tek komuna dhe rruga Zagrebi për tek shkolla fillore modele. Ke bota ashtu atje tek shkolla fillore model, po bëhet apet mitollovia e madhe, është problemi aty në autobusëve, po edhe tash atje po bëhet kolona më e madhe. Aty pe bllokojnë, edhe bllokojnë. Kishte pas zgjedh një problem këtu. Po tash atje është po. Veç për zhvendoset. Po shkon manal sa aty më pak qarkullim. Nëse me pas kujdes aty janë fëmijë dalin prej shkollës se sa ne, kështu që me bosh shumë kujdes ju pjesëtar të tjerë në komunikacion me mundu, domethënë ju për shtat rregullave edhe shpejtësisë. Besa në shpejtësisë ajo pjesë e rrezikshme. Hiç më larg se mbram duket dy aksidente kishin ndodhur në kryeqytet. Po bojmë ka pak sa për me pas statistika se sa për me blloku qytetin, domethënë. Çdo mbrëmje, çdo ditë sheh policinë me shpejtësi tu vrapu poshtë lart. Edhe ata nuk e kanë lehtë. Jo, hiç se kanë lehtë. Hajde po e presim telefonatën e parë. Çfarë përmban lista juaj e dëshirave? Kjo është pyetja për ditën e sotme, se tema për ditën e sotme. Po presim na telefonu në 049 978 978, edhe një herë numri për juve që jeni në radio. Jemi live edhe në YouTube në kanalin tonë, ju që doni më na dëgjoni dhe më na pa njëkohësisht, por edhe në portalin e Kohanet, edhe aty na gjeni live në këto momente përveç frekuencave tona. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Me kë po flasim? Këshikja. O, Këshike, hajde si e? Që mirë, ju se jeni, a jeni mirë? Mirë, faleminderit shumë. Tregom çka përmban lista jote e dëshirave. Lista e me dëshirave veç mu rrit penzia dhe me dal mu shetit e mu knaq. Mu rrit pensionet, veç një dëshire paske. Mu rrit edhe me dal mu shetit që mu knaq. E paske listën e shkurt. Cili është vendi i parë që kështë dash me shku? Vendi i parë kisha shkuar të motra në Kanadë. Në Kanadë. Nuk ke qenë asnjëherë? Ja, kom qenë. A ke qenë? Po, te qika në Gjermani, te vllaznia në Belgjik, kam ku shkoj. Paske ku me shku, paske. Veç pensionin po lypen drejt. Ani urojna. Kjo vlen. Unë bes shetiti. Kjo është një dëshirë e të gjithëve, po besoj, i madhe i vogël. Po i plakave është më interesant se nuk e kemi jetën shumë gjatë. Po. Kompetent ja për punë? 100 euro son dhe që në Minimax. Minimax që të në shkan. Faleminderit. Me të vishën shpes 10 centin gjak. Hajde, faleminderit Këshike. Uroj që një ditë ka me u realizu, ose dikush prej udhëzëve të shtetit ka me marrë parasysh. E ja zgatin emisionin një duar, po maj me mërë. E kështu bën e 6 mush. Dule edhe një dëshira, bëshe? 2, po. A ke po me njerit meqëm dhe me njerit mirë ki qef me zgat. E kusho i mesmi dhe i miri këtu? Kusho i mesmi e kusho i miri këtu? Altona. Pishohëm në televizor. Okej. Po, faleminderit. Po cilli po do në me thënë. S'po do me kalzë. Faleminderit Këshiket për qafojna shumë. Ditën e mirë. Edhe ju tjerë, faleminderit. Edhe ju tjerë, nëse keni dëshira sikur Këshikja jon veç me shëtit edhe më thu, vizitojeni prishtinaticket.net, hyni aty për me i pa gjitha destinacionet që keni për qytetet të ndryshme në Gjermani, Zvicër, Sloveni, Suedi dhe Luksemburg, por dhe anasjeltas me çmimet më ekonomike, plus po ka vazhdimisht qytetet të reja që po i shtohen listës së destinacioneve nga Prishtina Ticket. Gjithashtu e keni 20 kg bagazhin falas që keni në online falas, plus qandore deri në 6 kg, kështu që më mirë për gjitha informacionet edhe krejt ofertat vizitojeni edhe në rrjetet sociale. Alo, përshëndetje telefonata. Përshëndetje për të dy. Kush na përshëndet të dyve? Ju përshëndet Durem Gjimulli prej Burgut të Vrovës. Si e Durem? Mirë jemi me emisionin ju, po ju përtillu. Faleminderit. Ty po të desh ka do me thonë erni shumë, aty ku je. Se du të me pas Durem. Këtu du të me pas Durem. Aty du të me pas. E vërtet është, nejse i përshëndes krejt ata që përna ndjekin. Durem, çfarë përmban lista juaj e dëshirave? Cila është lista? Çka ka brenda? Çka ke shënuar ta? Lista e me dëshirave ka shumë. Çka? Ka shumë sanën to, mirë po PC-ku një ma kryesore në çështë. Cila është? Kur dalë vi Burgu Kishmet, inshallah ma ka shkruar Zoti me marr vajzën që dashuroj. Do më thonë lista e dëshirave është me u martu me një vajzë që e dashuron ti shumë. Po. Hajde, po shpresoj me të realizu. Faleminderit Durem, përshëndes shumë.
Respekt për juve. Po ty ka emri, durem. Emision shumë i qëllumini. Faleminderit. Petrol Company për juve që doni me shku me marrë derivatet me çmimet më të mira i keni në Çaklavic në të dy anët e rrugës, e keni euro dizelën 1.22, benzinën 1.24, mos harroni me u bë pjesë e lojës shpërblyese, qysh mu bote Petrol Company në Facebook shkoni, edhe i keni informata qysh mu bë pjesë e lojës shpërblyese. Telefonata e radhës. Alo. S'pëna një fjon. Ja, shkoj apet. Nëse, okay. Deri sot vjen telefonata, edhe njerë po ju tregoj se ku janë pjesë më të ngarkuara në komunikacion, por shihet shumë e ngarkuar pjesa nga fshati Shkabaj për tek stacioni autobusëve. E ngarkuar është pjesa rrugës Tirana nga bulevardi Bill Clinton tutje deri te krethi prapa stadiumit. Keni kolonë në dalje të autostradës në fushë Kosovë, pra po shihet shumë e ngarkuar kjo pjesë dhe në Çaklavica për te krethi i Çaklavicës me kolonë shumë gjatë. Këto janë informatat e radhës që kemi pranuar në 04998 pas na ka bu fjun. Se ç'tashte poshtë, që merr telefonatën e radhës. Alo, përshëndetje. Alo. Okej, çe Viber. Hajde Viber, përshëndetje. Përshëndetje, kush telefonon? Bahria nga Zvicra. Si e Bahri? Mirë, faleminderit. Si po kaloni në Zvicër? Mirë, faleminderit edhe ne. Mirë, valla vera na ka dal. Ju ka dal vera sot. Prishtina hala e vranët, një farë. Çam kanë moti që të motoj fion, më kanë gustan emisionin këtu mirë, temperaturat e mirë. Okej, po na zakonisht i referohemi ose i majna shpresat gjithmonë të moti në Gjermani, në Zvicër, se dim që vjen edhe të na mas 2-3 ditëve. E kena po kontrata. Të që po e presim. Hajde Bari, tregona çka përmban lista jote e dëshirave. Pa lista jam e dëshira përmban nipat edhe mesat sa më shumë mi shkollue. Çka, domethënë tek pjesa e shkollimit e kia të dëshirën më të madhe. Po, vetëm në shkollë edhe sa më shumë në shkollë edhe në shkollë. Ç'është është bre puna e prindit që pavarësisht që e kryen atë obligimin e fëmijëve, tash edhe nipat e mesat i kanë mendje, i kanë valla nipat edhe mesat më shumë po doshin. Dy fesh më shumë, a? Shumë më shumë. Okej, diçka për vete personalisht a kin list, diçka që ja ke vendos vetes synim, që po pret veç me ja vendos tikun. Afër penzijës që tashti në villëm të bëmen me nreq, çapo së nreq vetëm. Ama ku villën, Kosova në Zvicër? Sa ne kallsoj. Ja, në Kosovë dhe janë Zvicër s'kem parë për Zvicër, në Kosovë. Okej, e po e planifikon me shfrytzu për vete personalisht apo po don kështu me bosi biznes? Po, jalla veç për veti. Veç për veti. Okej, suksese. Faleminderit gjithashtu, Faleminderit. Përshëndesim shumë. E njerëz që i ka bo dhanët për një vill, po janë një pak mesat kallë. Zot drejt, nëse s'ki kërë, unë po tregoj kur të vjen këto, shkon të merr një Go Plus, e pin Go Plusin, merr energji mjaftueshëm, plus mundesh me u bë fitues potenciali i veturës Avatar 1216 kam i dhuru Go Plus, 8 Kosovë, 8 Shqipëni, krejtja duhet me bë me marr pjesë lojën shpërblyese tupi Go Plus, tu shu kodët në lojagoplus.com. lojagoplus.com për krejt informatat, edhe më ju tregu se cilat janë rregullat që do të më u bë pjesë e lojës shpërblyese. Plus ka dishta me përmend ekstra, është përveç faktit që çdo muaj kam udhëruar nga një vetur, pra loja ka më zgjat për një kusht të gjatë, është një vetur elektrike që ka përmend si më por që me mbushje mundesh mi bë deri në 700 kilometra. Para më do prej këtu e ku? Sa dush, shkon në Tiranë kthehesh. Alo. Me një mbushje. Po. Alo. Alo, mirë dita. Mirë dita, kush na thot mirë dita? Naimi nga Vështreja. Ku je Naim? Çka do bën? Ju shoh për herë parë, ju shoh live, ka dëgjys ti më ndrysh. Ma mirë ashtu a kështu, tregom se edhe një ditë më shujti një ndëgjues i Glomit moti, tha është hera e parë që ju shoh live, më ju ndëgjoj çdo ditë, tash pse bre kështu më dëshpëru? Jo, vallahi bësh që dy të kokë të bukur veç inshallah që bisysh. Sa i ki sy tek shitja? Nuk i dihet gërë. Edhe pes mire për të kap kjo syshi. Qëta është e që asat synin e kalë të më stanin hesh? Unë për herë parë që sot jam një grepëm ka parku që janë qytërit të shpia. Qka jetë të thonë? A s'pat ku me ravisht e tja? Po e valloj e gjetë bolë që më nova shpimës të nejtë për më zonë. Sa do nala, par djeu nala, par djeu më zonë. A kina e farë listë dëshirave? Lisa dëshira na kem që parë shumë, po dëshira e më e madhe është ky shtet një herë me desë mu pa marrsu tamam që çdo të më kanë varun prej Evropës edhe Shtetet Bashkuara të Amerikës që na u ka bërë gjithmonë si varr.
edhe rinia të nga ndalë jashtë deri sot mi këthy edhe mësë me një ma një njëri gjallë që thë çdo i dyti duve dalë. Ke po, bre, do të thonë s'pe kuptoj çfarë pune, ku po do me dalë, edin, ku po do me dalë. Po, janë njerëz janë patarme, nuk shohin tarme, nuk e shohin që paret janë në Kosovë, paret nuk janë perdi. Okej. Kosova. A ka edhe një sen tjetër se s'm kap tash syni tina. A ka edhe një sen tjetër? Jo, për momentin tjera qatë janë punoj vetë, për dëshira që janë që të du me pa trit në Kosovë, me pa qysh ka ndalë, me pa që po këthejnë edhe me bo Kosovën të pavarën prej shteteve të fuje të Evropës. Me bo dikon të varën për Kosovës, do me thonë për të mirat shiko. Absolut. Faleminderit që na ke thirrë për të përshëndesim shumë. Faleminderit. Më varu në kuptimin e mirë. Se ma heke mu atë tanjen. E lash, po se ke po, jo, e lash për të dy të lash. E lash, po, e lash. Nëse kur po flasim për pavonësi për rini, është e vërtetë sim që ka pas një numër të madh të rinis, jo dhe të rinis, po dhe familjeve në fakt me fëmijë, me të rritur e krejt që kanë tentuar ose po tentojnë ose po planifikojnë me shku jashtë. Por gjatë ditës së djeshme që kom mungu edhe që kom qenë pjesë e një samiti që me të vërtetë vlen për me u përmend samitin e burimeve njerëzore që ka organizu Kosova Job, kemi dëgju prej shumë bizneseve, kompanive, organizatave shumë të mëdha që kanë me mira të punësuar në Kosovë edhe jashtë saj, që kjo puna e liberalizimit nuk është që ka ndiku shumë në për disa biznese, madje është shtu edhe numri të punësuarve. Për shkak se shumë kompani janë detyru që me i përmirësu kushtet brenda kompanive, brenda organizatave, me i favorizu punëtorët, me i vendos në rend parë edhe me i aplusu të gjitha kushtet që me i josh ata me qëndru brenda vendit, mos me synu do me thënë Evropën, gjë që më la shumë përshtypje dhe më pëlqej edhe pse merr të keq një farë mënyre që është dashur në kësi raste kaq drastike me ndërmarr masa që mi favorizu punëtorët, por të paktën ndodhi dikur. Masa ti pas kanë marr biznes. Të paktën ndodhi dikur. Shumë biznesmen treguan që kemi bë këta, kemi bonusa, kemi ofru transporte, kemi bë, domethënë kanë pru shumë risi brenda kompanisë që mi bë punëtorët me uni mirë edhe mos me kërku tregun evropian për me u punësu, gjë që më pëlqej, kështu që inkurajoj krejt bizneset i të bojnë diçka të mirë për punëtorët e tyre, mos i detyrojnë me kërku ose vend tjetër të punës ose më e keqja mu largu prej Kosovës krejt. Që edhe një arsye ma shumë, s'keni nevojë dhe më thonë me shku me blenë Gjermani Toyotën, se e keni këto, e keni prej autotradit, shkoni e merrni me 10 vite garancion, plus ju mundësën me bo pagesën edhe përmes çdo banke me këste për juve që doni me bo, dhe boni me vetur 3 për 10 vjetë, do më thonë e keni veturën e re Toyota 10 vjetë, për 10 vite garancion, sa jo bën sa dush, plus me 3 vite garancion për Evropë, ku do që deli ka asistencë rrugore, edhe atje kur shkoni me i pa ku shërit dojt, e kumboni dojt në Suedi. Një dojt re kena. Kumboni dojt, po doja se ja përmenë Po i shikemi bo boll, po që se t'jo është pak. Edhe ai ma kalon Chelsea në RTP. Apo Chelsea në shkafit se di. A Toyotës më shta. Alo, përshëndetje. Alo, Qazim jam. Hajde Qazim, qysh je? Mirë. Më vjen mirë. Çka ka në atë listën tonë Qazim të dëshirave? A ki diçka interesant aty? Me çukon, me ecë. Mu çunkam edhe me ecë. E dita loga me ditë. Me të rrit rroga. Po. Okej, uroj që të dyjat kanë më plusu sidomos e para urojna që kemi pas shërim të plot, edhe të falenderoj shumë që je gjithmonë me emisionin ton Qazim. Faleminderit. Përqafojna shumë nga zemra. 049-978-978 edhe njëherë numëri jonë i telefonit për juve që jeni në radio në këto momente, në kolonë, në rrugë, në Dollovi, ku do që jeni në Prishtinë. Ju kujtojmë edhe njëherë për kondicionerët Bruno me 5 vjetë garancion që i gjeni në vërkrejt Kosovën, edhe kurseni energji elektrike, edhe me një klim që ka me ju ofru punë për ato pare që i pagunit, pak se ne merrni edhe punën që shdohet. Ngrohje, ftohje, pastrim të ajrit edhe me 5 vjet garancion, do me thonë për 5 vjet jera ha çka do që ndodh me klimën e ki garancionin mbrapa. S'di që u boja shtoksor jetu e marrë lidhjen që 2 herë po të ndërprejet, nejse ma herët ka përshëndet Besarti, na ka shkruar që thash na shujtin i ditë tha pioni për herë parë, pjusha për herë parë. Se për ndryshe me na një gjithvisht na ka shumë një foto kështu që me juve janë. Alo, përshëndetje, telefonata fillimisht. Alo. Përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet?
A ka mundësimin na dëgju? A ka mundësimin na dëgju përmes telefonit, mu largu prej televizorit se deri sot vjen atje pak me vonesë. Bravo. Hajde tregona kush na ka telefonuar dhe cilat janë dëshirat e tua, lista e dëshirave, cilat janë? Shumë jene të mirë, shumë jene të bukur, shumë të shëndet nga zemra. Faleminderit shumë. Faleminderit. Të shëndet nga zemra. E pse s'po na tregon? Pse s'po na tregon emrin? Faleminderit shumë Plum Goja. Kush po na telefonon, emrin tregona? Shumë jene të bukur, Miradia nga Ushtria. Miradia, faleminderit shumë që na ke telefonu. Shumë faleminderit të juve shumë se bukur shumë jene, ju përshëndes shumë. Faleminderit. Shëndet, faleminderit shumë edhe na të përqafim shumë, faleminderit shumë. Po presë si ngushtohet piona këtë gjithë provime, po. Çka dashni më thon? Nuk bën. Se s'ban. Nuk bën. Hajde që merr telefonatën tjetër po. Alo, përshëndetje. Po, përshëndetje. Kush telefonon? Apeden? Ok. Dhe ma Apeden ti kush është? Po qysh ja Apeden? Apeden qysh je? Mirë, faleminderit. Ju si jeni? Mirë, faleminderit Apeden. Po flasim sot për listën e dëshirave. A ka diçka? Dëshirave ka desh, Zoti mu ka bletësue. Krejt u ka bletësu, domethënë kur gjë s'ka met. Maravalla, krejt. Krejt, çek ja ke bua. Vesni ka. 25 vjet kom prit për fëmijë, Zoti ma ka bletësuar dëshirën me të. Oh, sa mirë. Pas ke kryer dëshirat ti për ne. I na. pash me jetë gjatë. Sa vjet që ndash fëmijët? Faleminderit. Edhe banesën e komor, poshtë për tjetër s'po jam ngosht. Poshtë i bjen këtu. Analto është atje. Poshtë në Kosovë apo menon? Kosovë. Okej. Nëse dëshira më e madhe jetësore tu pas ka plotsu, këto tjerat erdhën nuk është shumë e rëndësishme. Se kush po ngosh për të. Faleminderit shumë Abedin. Dë fëmijë kam si drita. I paç me jetë gjatë, krejt fëmijët, krejt fëmijët paç me jetë gjatë, shumë e mirë, faleminderit. Ton kalofshit mirë. Hajde të përshëndesim edhe na shumë. A pse ka shanse dikush me na emocionu fjon. E premte sot jo po presim sot pak më gjallë kështu. Po e premte. Është kolon e madhe për ata që po doin me dal në Bresje nga autostrada, po shihet shumë e ngarkuar kjo pjesë, pastaj shumë e ngarkuar është për Mjuqas rrethit tek Çagllavica në drejtim të Prishtinës, e ngarkuar është edhe Fush Kosova nga AKI-a fillon kolona e vazhdon tutje deri tek rrethi i Fush Kosovës. Alo, përshëndetje, s'po shkoj ma ne. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Çka u bë më djalë 3-4 herë morë lidhjen s'bëjke diçka, çka ndodhi? Po më dan më vaj, çfarë vaj bi, unë sa po interferojnë alienët. Me mori i pari telefonatën e parë me marr, po s'dan vaj bjerë mësuar në fund me konon. Po e ka mësuar orarin e vet. Kam mësuar orarin e vet. Si ke kalu? Çuçi ke pas ditën sot? Mirë, faleminderit, ju përshëndes shumë dyve. Po dukeni mirë, çështojnë tjerët. Faleminderit. Shumë faleminderit. Domethënë se ti s'po thu vish tjerë çështojnë, okay? Edhe harrane se s'ka këtë informuar mboti që janë në Gjermani, Fiona nuk vjen më në Kosovë. I thash po s'ngoj kjo, po s'ka lidhje. Qysh edhe një herë? I thashun, i kallzova. Ka marrë vendim Trumpi se mboti më nuk ka shansa me zbrit poshtë për Gjermania. Indianët autokton të Amerikës po të kemi kthyer në Indi, dy vendime patreja Trumpit sot janë. O lej më ti vendimet kallzoma listën e dëshirave tua, mos u merr me këtë parpunë, mos e lodh pyet. A mlejani vesh një Barcelet 1 sekond. 1 sekond, hajde 1 sekond. Po se thirri ai i Biburgut, e vizasha me thonë jo me burg, del di burgosër e vet gardiani thotë Allah i lë mfal, a bën më kallzu sa shtora, ja bëra sa ki më shkon ai kona. A mos je përgut ai sa në ka vend, mos je përgut ai sa, ku kemë shku atë? Që më falë sa është ora, me të zbutit. Ka që e jashtë. Hajde tregom, po ky unë spithom që to se po më vjen kesh, ka njerë ky hysh oj fjun. Po e mirë është, e mirë, thash shumë e mirë, po më vjen mirë që e thënë jo. Hajde, çka është lista dëshirave tua? Tash folëm si Zeni, mos më fal si jashtëtoksori. Qërë, ne është, e kom thonë gjithmonë, me ardhi jashtëtoksorët, mi taku një herë. Okej, e para, e dyta? Ne dy, na me sa ma shpejt me arrit mundësin për me udhëtu me shkëlqësi dritës, afër shkëlqësi dritës, do me kaluar në planetat të tjerë. Edhe lista është shumë e gjatë, po du më nol vetë të Edhe e treta, cila është e treta? Si shkelzen, do me folë, po, si shkelzen.
edhe ondra jam ka qenë gjithmonë edhe prap ka me konë deri ko të realizohet edhe inshallah në herë realizohet. Për pas udhëtimit këtë botën e kam një dëshirë me orë me aeroplan në Kosovë, edhe kur zbres aty në aeroportin Adem Jashari, apo din? Me dalën aty prej aty check-in që është, me dal me kofer të madh, edhe ata taksistët aty që ta afrohen, a do taksi, më thon largo në pak, edhe me qel atë koferin, edhe me hapa të far mjetin tem fluturues, apo din? Edhe me ty patina, edhe me vazhdu tutje, okej? Interesant Me mjetin fluturues me fluturu. Aeroplan, para mjetin fluturues me shtin aeroplan. E qenë një e ka vogël bish për veti. Okej, jashtë toksor që kjo mundet me të plotësu shumë shpejt, se çu ka shkon puna, domethënë mund na për para çdo ditë para ti plotësohen se kjo po ne. Shpejt ka menduar për keni me cilë taksës për shpejt, më thoni. Për Prishtinë shkon ideale. Posh në Kin, domethënë ushqimi dërgohet, aty me ushqimin me dërgesë prej dronit. Ishte një vend i caktuar, edhe ti po shkojshe pe porosit që vike droni tap tal shekja aty te vani e merrshe, edhe po shumë interesant. Ka shumë eksperimente që do bëhen atje, po çfarë interesante është molla i lekë. E ka një fazhurme të frikshme bre dronit. Po vjen afër një mirë kur po vjen ai apo pse. Alo jena me traumana. Po jo bre fol me njëre vet pse u vonove, ai po metan koloni zhboç atje në asit i ka. Droni s'ki çka i thon. Çka kemi thon aty na ta bjen bukën e han bukën as kimë kon me fol çe. I nol telefoni. A kështu kur po vjen ai djali që po ta bjen bukën e ke po sa mohabetin pe bën me ta. Nëse dhe ai bakshishan e po dhe po ta bën 7-8 me bakshish. Jam pro këtyn inovacioneve, po edhe pak kundër se janë do punë që njerëzve i hekën prej dorë dhe ne na kena nevojë për kontakt njerëzor them. Jo për kontakt me dron, le të përdoren për tjera sa në drone, le të përdoren për me marr pamje të qytetit, le të përdoren këtu koj shikët poshtë që kena në market, mos me kon aty tu punu natë aty. A disa muhabetin e bojna unë tek. Ai mi shabone qyra. Ko ka shtrejtu çmimet, po valla ku i shikë shtrejtu e pse kështu e tamani sem tek tama 2 cent domethënë çon ditë të qysh. Muhabeti shkon aty. Ai ni lov, na i thonë ju apo na. Dronin mi alon komunës, le të çat për mi Prishtinë, që shtu ka ora 4 dhe le të shesh çka po ndodh. Po ani kështu që status që dhe me këta tash po e dim se ku është drejtësia, tash po e dim çka qyshtek do të bëjmë këtu. Po çka me bë kur pedina, të veç pedina. Çore, nëse dikush në komunë nuk e din, unë ju tregojshin këto momente ka kolon poshtë vetërniku se neve na vinin informata në kohë reale. Poshtë vetërniku deri tek rrethi duplex është pjesë shumë e ngarkuar kryetar. Nga rrethi me flamur rrethi spitalit deri tek rrethi rrugës B dhe kjo pjesë shumë e ngarkuar. Ata që po vinë nga pallati drejtësisë për me u kyç aty te Ulleksit dhe rruga B shumë e ngarkuar kjo pjesë me kolon. Përndryshe rruga Agim Ramadani nga komuna deri tek fakulteti teknik është pjesë e ngarkuar kryetar. Çka që gatë është rruga Agim Ramadani, krejt është e ngarkuar. Tash edhe një lajm tjetër për hajde edhe një pe japi, pi tregoj kryetarit që dalja e autostradës atje në Bresi është me kilometra po kolona. Këto janë informata që vinë nga dëgjuesit tanë që vazhdojnë edhe i dërgojnë edhe na tregojnë, nëse e përdorin internetin e IPKOS, për ata që e kanë pa komprima kanë mundësi me shku me bledhë televizorin me na pa live, me 24 këste e keni mundësin ipko.com. Çka do të na tregu ti? Jam tu mundu me zbulu rruga Ibrahim Lutfiu ku i bjen, se shumicën e rrugëve në kryeqytet po i dim, po dalin ndoqës po i dim. Nëse mënesh me kqyr ku është. Shpejt tregoj. Për shkak se me 5 prill po thot kryeqyteti para një ore ka bën një njoftim që të shtunën me 5 prill nga ora 10 deri në orën 18 ka më qenë e bllokuar rruga Ibrahim Lutfiu. Për shkak po thot të punimeve në kanalizim nga drejtoria. Ku që del muzeu kombëtar që vazhdon tutje, Sami Frashi, sholla Sami Frashi, xhamia Çarshtis, xhamia e madhe, muzeu kombëtar. A din që i bjen me shkutit e shtëpia, çaj është, domethënë rruga Ibrahim Lutfiu. Pas ka mu blloku nesër për shkak të nesër tash për me dalë protest, po desh ka me shkuani poshtë në shfizu rrugë Tarlena. Nesër kena rrugë për me shfizu. Ky një drën edhe vjen nesër ka protest tani me, ka protest tani kundër shtritimit. Se dia është anulum, as është pezullu vendimi ajo. Nëse u pezullu anullohet, besoj s'kena çka. Nëse i shkon mirë, si do të jetë. Hajde mëse ma vonë, në 60 minutë të merrni mas neve merrni vesh. Por ngom, ka me pas punime domethënë atë rrugë. Punime po zhvillohen thotë edhe në rrugën Hamdim Ramori, mbrapa muzeut i bjen. Edhe na i kanë dhënë disa ide se cilat rrugë alternative me i përdor si Bajram Kelmendi do. O përmend që kena mësu kryetar çdo birut të qytetit. Jo më kryetar na përmit çdo rrugë, çdo lagje, krejt e kena mësu tu ik komunikacionit edhe kolonës në qytet, kështu që pa problem, falem më shumë. Jo, më mos na kryetar për me vesh për tirën krejt dhe kena. Çe telefonata. Alo. Përshëndetje. Kush telefonon? Sali i Gjermani. Si e Sali, se më gjitha të proteina të zotit që i konsumova.
Du me fluturu. Është ka rres Fiona Sali. Mirë, faleminderit. Valla, veç dhe dhejse edhe unë po dhejzna. Hajde po dhezëm së bashku. Tregona pak për listën e dëshirave. Po me shku në planet tjetër. Cilin? Cimas në realizon këtë mundësi. Cimas po mundët vetën me shush të deri në fush Kosovë, kjo thot atje, por... Kur ta qeli kompani Cima Construction për me dërgu jashtë planeteve, ana i sen. Po, Cima Mars. Cima Universe. Qëre, unë e mendoj pak ma ndryshe, sa Se mësaj kështu mobiletën. Jo, unë e mendoj pak ma ndryshe. Unë kur s'kisha mendu, do më thonë, nuk e kom na i farmendimi, kom qef me hy pak ma nalë sa aeroplani me panja që shdokët planetin të ansi, po mendoj që jeta jem nuk ka me mujt me ma mundësu për me pa krejt tokën, se ka qatë shumë senë në tokë, sa që nuk ka me mujt me vizitu as njëherë, ato vende që i mendoj, kështu që për mu Marsi me të diçka din për ata që janë atje. Marsi, Hana e këto të tjera. Po madh për ti me bledo drona tash edhe me shku. Jo, tash ka mundësi, se po dërgojnë, ka kompani që dërgojnë. Kuriozitet ka gjithmonë për me ditë se çka kena për rreth, po nuk do të thon patjetër me shku vret. Jemi për një arsye në këtë planet ku jemi, e jona tjetrën. Tu peshaj, atje ku më ditë s'dok na hesha, ke po fluturojnë atje. Janë Gjermani për shembull, kushtojnë shumë me hyp do ballona, do fare si ballona si trumullakt janë. Okej. Do kushtojnë shumë. Hypish për pjetë, shkojsh deri një 4-5 kilometër shkojsh për pjetë edhe zbristish apet. Po është veç për në Gjermani, domethënë rajonin, terrenin e vizitojsh, bësh foto. Janë shumë të mira do ballona thirrën këtu në Gjermani. Si ballona, si mos të këto hot air balloons që janë edhe në përtushi ato në Kapadokja. Ai ke fjalë për ato? Mirë. Kopre më ajo është eksperiencë jashtëzakonshme, është diçka tjetër. Vëmër dhe jesh, hyp në aeroplan e këshyr në helikopter po. I çebe me lulet Turqisë, krave edhe. Okej. Privadis, të marrëm po. Po është interesant planet tjetër me shu se këtë planetin e kena pa mu. Po çka ke po, kur gjë ke po? As 0.01 kur gjë s'kena pa të këtij planeti, definitivt. Çfarë më ne, vish në ujë apo s'dina. Po dina aziatik, afrikan, për shembull evropian, rus, amerikan, na pedina njerëzit. Po e lexova një parcelet shumë të bukur sot. E lexova një parcelet shumë të bukur, po duhet të thonë se ka të bëj pak me politik. Na nuk vedim hala kush i ka vjedh do vota e pedina, kush i ka po piramidat. Nuk po më me buko. Nëse faleminderit. Ndoshta ka ardhur një kohë që kena me vizitu planete tjera. Javë ju uroj dyve një fundjavë të mirë. Faleminderit edhe na ju urojmë krejt më të mirat për ty. Thash ndoshta vjen një kohë që kena me mujt me vizitu planete tjera. Po shkoj te në Albi Mallu, shpejt. Po këshyri çka ka diçka, këta le të menojnë që ashtu. Aty më shku direkt tek Petrol Kompani me Fionën e me tek hap një farë oferte që e keni çaklavis në dy anë të rrugës. Besa jo që po vini aty të rrethi i çaklavisës para se me një rreth ndaluni tek Petrol Kompani se keni kolonën e gjatë. Edhe keni euro dizelën 1.22 për litër, benzinën 1.24 për litër. Dhe mos harroni se është një lojë shpërbyse, keni shumë shpërblime tek Petrol Kompani në Facebook, mundeni me mësu se cilat janë edhe shpërblimet. Përndryshe, mos harroni ju që jeni në përvetura me na tregu se ku janë pjesë më të ngarkuar apo mbetet dalja autostradës atje në Bresje, pjesë shumë e ngarkuar me kolon, pastaj e ngarkuar është edhe pjesa poshtë Veternikut rrethi me flamurethi i spitalit deri tek rrugës B, rruga Muharrem Feza me kolon, e ngarkuar është hyrja në Prishtinë deri tek udhkryqi i katedrales dhe rruga Tirana për tek rrethi brapa stadiumit. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush na përshëndet? Afrime te Ferizoj. Se që ata si më thirre këtu, si më thirre në Viber, më thonë e dita që diçka pas ka kërcit, ku i afrem? Allah që e fili. Qa ke bo në Ferizaj? Se erdhe në Ferizaj? Bashkë në Ferizaj, po erdhe për Bajram, edhe një utër. Po dhe, ta shok, ta murmenja mi thirë këta shok mi vizitu ju. Okej, janë s'ka lidhje. Qyshe gjithë e Ferizajna e gjithë edhe me na i nënkalim ma shumë ajo? Mirë po, me nënkalim ma shumë, po ne kemi gjysë nënkalimin se nuk është kry, alo, ajo krejde. Pishe, po ndryshon, apo? Mirë, po, edhe tash
Mase e kanë bërë këtë pjesën e parë në kalimin e parë, këtu në kalimin e dytë më të pak më i organizuar, më i menuar pak më mirë se kanë mësuar njerëzit. Ç'është? Mirë shumë. Para menon në kalimi i tretë sa i mirë ka me qenë atje. Po tash sigurisht e mos e kanë marrë. Se me bonin në kalim prej sheshit Ferizoj deri në shesh Prishtinës. Ishte mirë, a? Po bojnë në kalim. E bojnë çatë. Ishte mirë, edhe çatë veç me mujt me vonë kanë në kalimi me pas një 6 kursina tona, 6 tona. Unë kisha menuar ndryshe me bonin në kalim po me kon metro. Ferizaj Prishtinë. Po, valla, po. Sa ora kishëm shku për 10 minutë, horas 10 minuta s'kishëm. 10 minuta, as mullo, as këgjon, as mërzita shkupele në kjeva, asa e preke, as e preke. Edhe një kushti, një shiret e kësha bo veç për transportim të malrave. Masi këto e gurudhat e këto nuk është që po investojnë të komedis qka, bile ato e kësha shku. Se Prishtina Ferizoj e njën për bashkëpunim shumë në aspektin biznesor. Që lista e dëshirave të mija? Filova me listën. Hajde të regëm të cila është lista e dëshirave tua. Une i kam dëshirat e vogla, për shembull kam qef me po një kampionat evropian, për shembull të futbollit ose botëror, në Champions League finale, eventualisht edhe në lojë NBA me mujt me shku me këshyr. Si thana, edhe të vogla. Të vogla janë këto, në krahësim me ato që ka u falën do me thonë hona morë që eksistene. Po, jaman honë, në halo, Kosovë nuk e di bashmirë në të në honë. Ajten do me thonë arsyem pse, kër na telefonojnë, unë dhe Fiona shpesh i pysin prej gajt për na telefonon, kur thot dikush për i kop mundës Ferizojt, o kalzo ma venin, se tu ma kalzu venin, unë në ashtasium kanë edhe më i me ardhë, se dikush vjen, edhe shështu i mësojnë venin e vizitojnë. Ama ti po dishe shumë se unë të kom dëgju shpesh edhe e di që i një edhe fshotra se jo mo në qytetet. Po besoj që që ato ja vjen në vizitu. Kam nevoj me vonë që ti mirë në për Kosovë se jo bëhon ato janë largë nërë. Kur dush të hupin Kosovë? Në zverë se tash edhe ngam, ati sa më bojna verës pe marim ka një motor të mirë, se na ka pru Ventoro Motors shumë motora dhe jenë lirë, edhe dalim i shiojna shumë malit bukura, shumë fshatrat bukur të Kosovës. Faleminderit që na ke thirrë. Kismet, hajde kaloni mirë, përshëndes. Tung, përdryshe nëse dëni po me u bo dhe ju me një motor të mirë me i kolonës se keni mundësi me shku të Ventoro Motors te Automita. Fionës i kum premtu që ka me ta pru gjithë po që hajtë sot dajt nesër shumë shpet ka me fol me ta. Ditëlindja po afron, vish po të kallzoj kështu. Që tash ndodh që mundona me thirr një anën mi thona apo na bjem bre një javë. Ndoshta ashtu na dëgju dikush prej tyne, po me 17-in, Fiona fiston ditëlindjen e 22. Hajde që merre telefonatën koncentrona qëto. Vish let rrin qëto. Vish let rrin për mas që aty vish me pas të zbukurim ma. Po, vish let ma zbukuron studion. Se kena me qenë bashkë me që rafjale. Alo, përshëndetje. Si shagut. Alo, përshëndetje, Enisa që 7 minuta jem të ju prit. Ko ka nervëzu Enisa? Nuk jenë ko. Ani të ke pushu me sa kjo është? Jo marsim, se nuk po muj më ullë, se unë si tu në mos muj më qu, se qash shumë si jem ljollë. Që shkallove sot? Unë kesh pak bleva, diçka ja gjuan janë 100 euro dhe hajtë erdha në shpe. I ke pas, mos me pas nuk e argjon. Hajde të regom. Po, krejt që du të rena, jo qik, jo, të shto. Hajde të regom qka ka lista jote e dëshirave, Enis. Shkupin magjik. Shkupin magjik me pas. Shkupin magjik me pas. Dëshirave me pas, listë dëshirave. Qka kështë bo? Kësha bo një 30 vjetë. Prap 30 vjetë i sharo, qa jo dëshira jeme. Do me thonë ishe bo prap 30 vjeqare. Kjo që nuk ndodhë kur. Tani thuj e di që kësha bo. Dëshire pa realizume. E se dena po flasim që ka ka në listën tonë dëshirave, ta shajë në realizush me ajo, ajo është të tërsen. Dëshira e por, dijet, Fion, po në sotin s'kom qef gjdo herë, se veç me po djallin tem ka unë full, kam thot qka. Oke, kjo është e para dhe kryesorja në listën e dëshirave. E para dhe kryesorja Fion edhe qëto biletë aeroplanit i kësha liru, valla se sot e pagua biletë për Kosovë. Ajde, pas ke vendos do me thonë. Jo, që Vjen mirë. Që jetë në shërahat. Vjen mirë, shihemi. Hajde, faleminderit Enis, përshëndes, vikend kanë shumë. Gjithë mirat. Hajde, gjithat mirat.
Në listën tem dëshirave tim, për shembull, është edhe një kënd në Enza që e kom pa. Mundeni me hyrë edhe ju në Facebook me pa. E keni Enza Home Kosovë, shumicën e mobiljeve e keni të publikuar aty, tavolinat kënde, tavolinat e ditës, kuzhinave e shumë çka tjetër, kështu që hyni sepse deri me datën 5 prill, çfarë vjen edhe nesër, keni mundësi me shfrytzuar zbritje deri në 50%. Është një kampanjë që ka nisë me rastin e festës së Bajramit e që po vazhdon deri me 5 prill, kështu që shkoni dhe shfrytëzoni zbritjet. Alo, përshëndetje, telefonata, Viber. Alo, përshëndetje. Kush na përshëndet? Ende Gjuse nga Prishtina. Si Ende Gjuse? Mirë, faleminderit. Ju e një mirë apo lumë? Mirë, faleminderit edhe na mirë jemi. Tregom na listën e dëshirave, çka kera niste? Listën e dëshirave kum pos gjithë, kum kamek që shkollën se kum kry. Po diçka që ki dëshirë për me bo tash në jo në listën e pikave. Jo ato që kanë kalu. Me hyp një herë në aeroplan. Që kjo është do më thonë që ajo. Do më thonë lista e dëshirave është një herë me provu aeroplanin. Listë dëshirave të parën dëshire ki për me provu një herë aeroplanin. Qysh është me fluturu. E dyta? Një tjera s'kam, një herë për një herë. Okej, po më pëlqen. Do më thonë është diçka që mundën të bu realizu. Faleminderit që na ke thirr, një dëgjuese, se kjo s'është kojshi. Dëgjuese nga Prishtina, Edhe na I kem shil për çfarë derë tash pesho që to marr nxat diçka pas ke boj. Po hape fion se na ka dalë nxehti, edhe pesho që diçka po vjen nxet plus atmosfera e nxehtë këtu. Ke bo për Suez-Diamond. Po jo bo për Suez fion me shku pak në spa atje me u kënaq me ato atë spa në mrekullueshme që e kanë. Përndryshe nëse doni edhe ju mundeni me bë rezervim edhe për vikend në 038 220000 për juve që po thoni jo koha e mirë jo koha e keqe, kështu që shkonin në Suez keni me pas kohën. Edhe dhurat më nësh me bo. Unë për vete personalisht para shumë viteve kom pas një gift card. Një gift card e kom pas. Se nëse s'kina I fari ide që s'kona ju në Ostrubinit mujna dhe në Suez, apo kupton për një dhuratë, qysh ta si. Ana e vespa na I. Qysh do të me ngu mirë me dhe Krepistën e sponsorave, vishë të jasin mua vete. Se ta dom për emisionit, thot qysha ke thonë? E po do të me vepru njerëzit e... Po njerëzit e po. Cima! Ku s'kam, va? Ja ku jam. Ja ku jam. Që shini, Cima! Mirë, faleminderit, jam të si kalon. Mirë, ju ani mirë tonë. Kristianoli pak dëgjuzëve. Shpejt tregoma cila është lista e dëshirave. Shefi jam me pas një balon si pasove që ka, dhe? Po, një aeroplan me pas? Me smerlon bira, zana, qashe për pa. Me pas private jet. Mune shumë birë, po nejse, po një private jet për dënë kësë s'ka, këmë me motor së me te po. Okej, do më thonë dëshira jote është me pas një aeroplan tonin, apo? Po, dhe, valoj, sa vjetë I puna gati dhe pak. Ta, mo një paske, djali ri, në top form. Hajde faleminderit që na ke thirrë. Knasi na zamë me çfarë me kanë. Një fshat mirë, faleminderit. Pleorat. Inshallah botëm se tani edhe na jena shok kristianë. Pleorat, çfarë se jena në fund të emisionit. Fiona e ka ditëlindjen. Ka me pas ditëlindje, domethënë. Jo, do ta kem së shpejti, mos ke kuptomi po. Edhe tranoj mi apru një vesp që në studio po thotë edhe mos mujsha kur gjallë, mund vesh me ma pru. Ati e qaja? Po që kjo shaj. A mundet po thotë vesh me ma pru, domethënë vend të motors, një të kuqe shtu në studio me najt. Kur, sada? Jo, sot, mujna mas tonës. Pi mas tonës e lojna një javë, rri partnere rato, unë të provoje. Qyre Pleorat, me 17 e kom ditëlindjen. Po qysh zbon bre mu zboft në kome qej se s'ka nevojë, ka dalë. Vespën e parkon ku dush vëllai. Po që për çata po them, unë e di se me ato mujna me pas, çu shtëpi bën çikën. Po me pas që tu po don. A mujna javën tjetër më organizua Pleorat? Çfarë ngjyre don? Kuqe u tek kuqe. Primavera GTS. Primavera, mos ja bësh GTS. Primavera të shkon më shumë. Po primavera, birja mos ja bësh GTS-in. Se mos po dashurohet. Si të ka gjithë diçka I di që unë të më kon më shpejt na I san kështu. Po dashurohet marrëzisht apo kupton. Për ndryshe le të jetë surprizë. Për ndryshe Pleorat kur te bini tani dhe bisedojna pak për këtë punë, a bën? Prejt hanës anej kur të ke shefte. Faleminderit shumë e di që jeni stafi më I mrekullueshëm, domethënë që I bëni ato të parealizuarat të realizuara. Krejt I bojmë na. Faleminderit. Faleminderit shumë. Hey, weekend mirë, ciao. Gjithashtu.
Shitje sa më të madhe më vat. Jo tani asë. Urimi më i mirë është kjo që më u bë automit. Jo tani s'po bën arsimi, s'po plotson dëshira. Faleminderit secilit për juve për telefonatat edhe që keni qenë pjesë e emisionit për këtë javë. Dëgjojmë dhe shikojmë të hënën. Faleminderit shumë të gjithëve, faleminderit posaçërisht Jeta Abaholli, Hair and Makeup që kujdeset gjithmonë që unë më udhok mirë edhe më marr komplimente pastaj, kështu që e gjeni në qendër të qytetit edhe në rrjetet sociale, mos kesh. Përndryshe uroj ta keni një vikend shumë të mirë, ndërsa ju që doni me vazhdu me shoqëruar me Glam Radion, hajde nisëm pjesën e dytë prej orës 17 tutje, kemi me pas edhe informacione edhe muzikë të mirë, edhe pak bisedë në studio, kështu që qëndroni me ne. Tung tung.